nuk e kanë të këta kanë mundësinë në vazhdujetën në taksat e qytetarëve dhe burgu i përjetshëm parashtrojmë që është i vetmi dënem që do duhej të mbeten në fuqi për të dy akuzuarit dhe burgu i përjetshëm do të kishte i vetmi satisfaksion dhe mekanizëm preventiv për këtë që kërkon drejtësia. Faleminderit. Nuk ka logjik, sepse kjo do të ishte sikur të bëhej skenar filmin Hollywood. Prandaj, në qenë se gjykata shkallës parë, ka rënë mundësi mbrojtësve të akuzuarve, do të ishte padrejtësi në u kthy, sepse po të thotë në janari i këtij viti kur fillon marrëveshja bën 5 vjet, e ke prilli i vitit që po hyn së shpejti, e bën po ashtu 5 vjet e këtu, e dy prindë që nuk janë këtu, e shumë të tjerë presin një drejtësi për këtë gjykim. Vrasja e Bedrejës Xhepit ishte absolutisht vrasje në pabesi e vrasje e gatuar në gatësi. Vrasja e Bedrejës Xhepit kërkon drejtësi. Drejtësia për bindjen tonë në gjykatën e shkallës parë ishte aq tolerante për akuzuarit, saqë na sërollatën sa herë dashën. Në hetina lujten u tallën në prokurori. Thjesht u tallën sa herë dënin, i kthenin, dëshmonin, nuk dëshmonin, pranonin. A i bini një fakt që po e kontestojnë këta përfitimin pastoror. Vetë në gjatit të të ja konë falë, vetë jetonit të ja konë kontrolu dhe drilë në telefon gjendjen në llogarisë bankare. Dhe është pyet nga shqiptara çka do, ashtu me shqyrën edhe në llogari bankare, me qenë se po e qysë kom pastë përpare se e kom shikuar dhe gjendjen në llogarisë bankare. Po jo vetëm që janë përfituar mjetet e cilat Bedrejë ka pasur vetë për me krimi pazar, por është synu që me gjurmu hala më s'ka mjetet e tjera. Se u kry krime, e se u përmu me u masku të dytë thellësisht i kanë kontribu. Jetoni duke shkru mesazhe për shi dhe duke bë akuza se pas ka shku me një femër të komësisë serbe, e pas ka shku këtu, e pas ka shku atje, që i ka njës familjen në gjatit duke ju bë bej, në emër të këti e të ati, se për që se vërtetohet kjo unë ja u kam ka respektuar, duke dëgju ankesat, referimet e ankesat të bëjshme, të akuzuar dhe deklarimet e tyre, pero përfitën që kur ankesat janë tërësisht kundër i bugnetit të akuzuar. Për nisi përdemesh në ankesën e mbrojtësit të akuzuar të tanë, i cili në asnjë moment të vetëm në fazën e dine dhe nuk e ka më bukë dhe në krime, për cilin nuk është pretenduar, për koreksi, dhe nuk është shkrua s'kon që është krime në mënyrë mizore. Ka dallim në dinastrisë dhe mizërisë. Gjykata e shkallës parë në asnjë faqe, në asnjë pikë, në asnjë pjesë të gjykimit nuk pretendon për mizëri. Prandaj çdo thirrje e praktikë e cila pretendohet të përdoret për ta dhuar gjykimin në anën e mizërisë është thjesht spekulim pa mbështetje në agjykim. Po ashtu, jetën Vllazali, për cilën po pretendohet si në malin e dëshmive të tij të dhëna fillimisht si dëshmitare, pastaj si i personën e tij, po pretendohet se gjykata nuk ka pasur të drejtë të falë besimin e deklaratës së tij të datës 7/10/2022. Është absolutisht të pretendohet, sepse logjika e parashtruar në ankesa e referimi këtu, në qoftë se gjykata kufizohet që duhet të analizojë të gjitha dëshmitë për të nxjerrë një të vërtetë nga dëshmia e akuzuarit, përbimin tim nuk e gjen veç, derisa vetë gjen as në praktikë. Pra gjykata ka diskrecion dhe këtë dëbim të gjithë dhe parashtrojmë dhe ne ju themi madje, që gjykata ka diskrecion që më ndërgjegje ta vlerësoj se se ndrodhe që veç të gjejë cila lidhet me tjetrën për të ardhur në konkluzion i tij. A kishte konkluzion të drejtë dhe të lehshëm nga deklarata e datës 7/10, po kush e mbështet këtë konkluzion? Ekspertiza mjekëlizore. A kishte vetë vrasje siç po pretendojnë këta, apo kishte vrasje binate të të tjetrit? Ekspertiza thotë që është ngufar, jetoni thotë që është ngufar. E përshkruan në vendin, na thonë që nuk dihet vendi se ku ka ndodhur vrasja. Nuk dihet se kur ka ndodhur vrasja. Si dihet? Kur këta vetë pranon, jetoni të data të e pranon kuzhinën, e pranon katin e tretë, e pranon perden, e pranon veturën. E thot një sentencë rëndësishme. I qofsh falë kësaj gjenate, i thot në gjati, se krejt shpine që falë, gjatë kohës kur ta nga kati tretë, përpiqeshin ta nxjerrin kufomen e Bedrejës Xhepit jashtë. Dhe ja lidhen me qesën zezë.
Pra kur I ndëgjoj ankesat, e kam vështirë me kuptu apo pretendohet se krimi s'ka ekzistu, apo pretendohet që këta se kanë kryer, apo thjesht ka një shkak tjetër vdekjes së Rëzjetit, pretendimet e mbrojtësve se duhet të vërtetohet një skenar ngjasojnë me filmat e Big Brotherit, e jo me një marrëveshje 4 mujore. Po thonë se Nexhati mes Nexhatit dhe Jetonit nuk ka pas marrëveshje. Po ja u kujtoj vesh një deklaratë të Nexhatit cilësi dëshmitarit. Datës 7/4/2022 me qenë të referohet në zëndës partike. Kur e pyesti Nexhatin se ku ke qenë në mëngjesin e datës 8 në natën kur e vritet të Rëzjeti, Nexhati thotë kam shku në Vllazali. Kam shku me marrë drum, vetë kam shku. Kur e pyesin a e ke pa Jetonin atë ditë aty, nuk me kujtohet a e kanë pa. Pra nuk I kujtohet Nexhatit se a pa Jetonin ditën kur shkojnë ja përgatit terrenin për ekzekutimin dinak të Rëzjetit. Dhe tash po thirrën, tash po thonë se ky krem nuk pas ka ndodhur, se Nexhati pas ka qenë aty. E shefi të nesërme, me datën 9, Nexhati vetë e përshkruan, kam shku prapë në Vllazali, e kam taku Jetonin, e kam pyet a ke flajt, kemi shku bashkë me të. Kur e përballi unë me deklaratat e tij në gjykem, ky zëvendë thotë nuk më kujtohet se kam thënë unë këtë. Ky komandant zone e ushtrisë, dikur pretendon se ka luftu për lirinë e atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Rëzjetit dhe kështu thonë provat, kështu thotë vetë dëshmia e atij zotënisë që kanë bërë shpat me durët e tij. Ky thotë që ka shkuar ka paros. Dhe skica, se po pretendojnë që qenë ka zhduk në skica që ka provë. Jo, skica është rretimi e një njeriu që ka ndryshuar 50 versione të tjera. Skica është dëshkrimi I tij që ja ka referuar Nexhati në prokurori. Sa I përket përgjimit. Keni parasysh një përgjim I cili dihet se kush ka qëllim maskimi e kush ka qëllim zbulimi. Pra, Jetoni se ka idenë se kush po foma. Nexhati shkon të pyet me të vogël dhe pak më naton, që aty po ke qepja, perdja. Kush është kontestues në faktin konkret? Që kas kanë folë, kur është pyet nga trupi gjykues, për cilën sot anreti e ja u kthej në fund të pjesë, kur është pyet se pse këtu po I thunë me zot vogël, e atje me zot gjat, hiç s'm kujtohet. Pra, kur do që është gërdu në gjatë Vllazaliu, me faktet e dëshmi, e provat e lehtëshme këtu, e ka pas një narracion, nuk me kujtohet. Madje, në një situatë, ka heq dorë në përgjigj në pyetjet e mia, për shkak se unë ja pas zvarrit këtij gjykimin, e si e përpasoj, ky pas ka mbet në masën e paragjykimit. Krimi që është kryer nuk është absolutisht dilemas në vogël, që është kryer në konafun e tyre, që është kryer në pabesi, që është kryer në dinakri, që është përpiq me u masku, e që njësitë më elite të policisë Kosovës 18 muaj kanë punuar për me zbulu, është të masave të fshehta e jo vetë, por kjo është shkak që duhet prishet një gjykim, sepse kjo është në favor të një personi I cili është gjykuar në shkallën e parë fajtorësh dhe dënuar me dënim përjetshëm. Po thonë që nuk ka ligjshmëri të praktike dhe të përgjimit në vendin e ngjarjes. Keni parasysh, janë, domethënë Nexhati, është nën, është arkitekti, I cili kur ka mendu që ka antiplumin në trup dhe ka përgjimin në antiplum, e keni audiencizimin duke lutë hetusin hek më vllavë jam. Hek masë ty bën për mëjnë e barë. Pra, kur e heq antiplumin, e nuk I shkon mendja se ka përgjim tjetër, atëherë fillon me fol, edhe atëherë vjen e zbulohet roli I tij. Kështu që ligjshmëria e këtyre përgjimeve është e konsolidume, është e konfirmume, masat kanë qenë VM, e kanë qenë vazhdim, e kanë qenë konfirmuara në secilin stat. Asnjëherë nuk e kanë ngritur dorën gramën si çështje që në shqyrtimin kryesor të akademikës. Nuk është ngritur, nuk ka kërkesë për shpallje prova të pranueshme, merreni, shikojeni. Pra, pretendimet e mbrojtësve të akuzuarve, kolegët e mi të respektuar, thjesht dhe vetëm kanë një drejtim. Për të shfaqësuar një se po Ju duket shumë që janë dënuar dy, pra për shfaqësuar Nexhatin. Edhe ankesa për Jetonin, shkon ka Nexhatin, flasin për Nexhatin, përpiqen me nxjerr Nexhatin, edhe ankesa e mbrojtësve të Nexhatit shkon prapë për Nexhatin. Asnjëri nuk e konteston implikimin e tij. Unë
u habita, po jo nuk u shokova në pyetje që ngretën për çështjet e mos përfshirjes së jetonit, por i lënë si thamë në punën tonë, misionin tonë dhe në diskrecionin e kolegut temë e një për temë që i parashoj. Sa i përket trupit gjykues, çështja nëse kjo çështje kthehet në revizicion, gjykata duhet të kujdeset që të mos ketë trup gjykues një. Dhe i vetmi arsyetim që dëgjuam këtu, se nuk janë të tillë 3 pretendimet të mbrojtjes, për një për skicën, 2 për kam propozuar për këto provat e përzimit dhe 3 asgjë. Nëse kjo përbën shkak ligjor se mund ndryhu një trup gjykues, nuk e mund të kuptoj atë patron, atë ndjesi, por unë besoj se ky gjykim, në mënyrën se si është i përfituar, në strukturën se e ka të ndërtuar, në arsyetimin që është dhënë, në shtjellimin e elementeve kryesore e thelbësore, i plotson jo vetëm se i plotson kushtet që vërtetohet, por do të ishte e padrejtë dhe paligjshme se ka ndodhur. Çështja e lartësisë së dënimit është pjesa fundit që do ja adresohem. Sa i përket lartësisë dënimit të ndëruar kolegj, është evidente që një djalë i ri është krijuar nga jeta, pa mundësi që rreth fëmijë, pa mundësi që ta jetësoj martesën e tij, përderisa ta akuzuar të janë gjyshër, e sot e shijojmë teatr për ta në shkollën e parë, nga qelit e burgut sigurisë dhe jo vetë. Drejtë Xhepi nuk e kishte këtë mundësi, sepse ka për 8.000 euro e vendosën në marrë jetën e tij, pashka se pretenduan që ka 30.000. Nëse beson jetonin që ka thonë prokurori edhe në përgjime se e kanë vrarë për shkak të lidhjes së tij me vajzën e Nezatit, edhe ajo është e mundshme. Unë nuk pas e kisha përjashtuar si teori se po thotë njeriu që ka ekzekutuar me durët e tij. Dikush do të më besu këto. Kur e shtot këto rolin e Nezatit që po ky që çon në mëngjesin e datës 8, por vesh nuk e lënë edhe para janë të gjitha vrasit që ju gjykoni, atëherë motivi çdo herë pa, vrasje shumë, që të cilat motive në firmë në zhvillu, por nuk është domosdoshmërisht shkak ligjor që një çështje mos mu gjykua, mos mu dënu. Dënimi i përjashëm është dënimi më i pakti përballë një krimi në befasi, përballë një krimi në padresi, përballë një krimi në konakun e tij e patij, përballë një krimi kur u thua si mek e doli si një kokom që u shëtit malet marrë të vlasanisë. Drejtë Xhepi